Pas vlerësimit të performancës të kryer nga Drejtoria e Standardeve Profesionale, proces i cili do të vazhdojë për të gjithë drejtoritë vendore, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka shkarkuar nga detyra drejtuesin e Policisë Vendore të Lezhës Altin Mena dhe zëvendës drejtorin për rendim publik, kryekomisar Taulant Gjoka, me motivacion për performancë të dobët. Megjithatë, vendimi për largimin e drejtuesve të Policisë së Lezhës ka ngjallur reagim dhe diskutim në nivel lokal. Në qytet dhe në qarqet e rendit publik janë ngritur pikpyetje mbi arsyet reale të shkarkimit, duke u theksuar se gjatë drejtimit të Altin Menos nuk janë evidentuar probleme të rënda që lidhen me rendin apo shkelje ligjore. Për një pjesë të opinionit lezhian, largimi i papritur i drejtuesve të Policisë së Lezhës shihet si një vendim i diskutueshëm pasi nuk ka shumë transparencë mbi kriteret konkrete të përdorura në vlerësimin e performancës. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm ka komanduar në detyrën e drejtorit të Lezhës, zëvendës drejtorin për hetimin e krimeve në këtë drejtori, kujtim Gjokën.